Jemi rikthyer, jemi drejt për drejt, faleminderit që jeni në Trokit, të dini ju çfarë ka ndodhur tani dhe prisni se s'keni parë asgjë akoma, do të thoshte kryeministri i vendit. Kjo është një batutë për të tensionuar pak Anila Kalleshi që është me mua në studio, se çfarë do të ndodhi një zot e di. Anila, faleminderit që je me mua, kënaqësi mund të qeshësh sa herë të duash. Nëse erdhe. Kënaqësi e madhe që kam edhe Edi Gogun, faleminderit që je me mua. Shumë faleminderit. Që më mbërsove kaq shumë, e që më dhe një energji të paparë që nga gjithë kjo energji nuk e di ku do përcasi, e di ku do përcasi. Të shakas, zonja të nderuara që vinë në studio dhe flasim për ushqime tradicionale, ëmbëlsira tradicionale, duket tani sikur është një tendencë në gjithë Tiranën, të gjithë po vrapojnë familjar, njerëz që edhe s'kan ditur të gatuajnë, shohin materiale në YouTube dhe tentojnë restorante që po hapen pafund. Jemi në Anil në momentin kur gjërat bio, organike janë gjërat më të mira. Në fakt, nuk mendoj se është një trend, mendoj se është një domosdoshmëri. Duke parë që sëmundjet kronike po rriten ditë ditës, problemet, ne shohim shumë miq që kemi afër që sëmurën nga sëmundje mjaft të rënda dhe gjitha kjo është si pasojë dhe shkaktari i një ushqyerje, keq ushqyerje, në fakt që sot na serviret në tregun tonë dhe është kjo domosdoshmëri ndoshta për të ndryshuar, për të kthyer tradicionales, për të shpikur receta shumë të këndshme, për të bërë gjëra sa më afër natyrales, jo të procesuara, jo të përdorim produkte të cilat nuk i dim as përjardhje, as origjinë, nuk e dim se si janë bërë, kështu që nuk është trend, mendoj, por është një domosdoshmëri për të gjithë ne që Premitesh në ekran dhe që jep këshillat e tua, patjetër që është domosdoshmëri, por duket se së fundmi ka një ndërgjegjësim, edhe ke ndjer ti, edhe në punën tënde që të paktën tani njerëzit janë më të kujdesshëm se çfarë han. Po ndërkohë që unë prisja që të ne të hynim në emision, isha duke parë disa receta të reja dhe mënyrën se si ne i zbukurojmë edhe i servirim. Kam përshtypjen që edhe mundësia që ne të marrim informacion, përveç asaj që tha Anila, na shtyn ose na ndes dëshirën në një farë mënyrë na frymëzon që ne të bëjmë gjëra të bukura. Dhe unë mendoj dhe besoj që të gatuash edhe kuzhina është art më vete. Për shumë kohë ne e kemi parë për shkaqe nga më të ndryshme, sociale, ekonomike, e kemi parë se një është e lodhshme. Padyshim që kërkon investim, kërkon energji, përveç investimit emocional, impenjime etj. Por është shumë bukur dhe mbi të gjitha mua më pëlqen sepse e mbledh familjen së bashku. Dhe janë këto, ne nuk konsumojmë një vakt në javë, ne konsumojmë të paktën 3 vakte në ditë. Dhe kjo dëshira dhe aq më tepër kur bësh me fëmijë, se për veten tënde thua do të konsumoj diçka të shpejtë, nëse nuk e nga ata tipa të përkushtuar. Por sidomos kur ke fëmijë ti dëshiron që të jesh akoma dhe më i përgjegjshëm, sepse në një farë mënyrë nëse kemi Anilën që na jep këshilla, në familje detyrohesh je ti ai që do të jesh nutricionisti ose ai që kujdeset për familjen. Kështu që e shikoj padyshim që po. Nila, kur ta thon nuk kam kohë për veten, se e përmendi pak Edi që kjo përgjigja nuk kam kohë për veten, po vrapoj nga puna është ignorancë, 2 minutë të thuash nuk kam kohë, do duhet patjetër të gjejmë kohë për veten dhe shëndetin ton. Patjetër, ai është një investim për veten, është një dhe ajo çfarë më pëlqeu tek Edi është recetat që i provove, provoj. Unë sa herë flitet për ëmbëlsira, i lutem shumë moderatorë, mos më ftoni se jam natyrë që nuk i konsumoj jo për dietë fare, jo për thjesht nuk është çështja. Unë e respektoj vendimin tënd, nuk do provosh. Ndoshta nuk e qenë kjo arsye që prindrit e mi nuk kanë gatuar shumë ëmbëlsira, kanë qenë sportistë, nuk kanë bërë shumë ëmbëlsira ndoshta në atë kohë. Për shkak ndoshta edhe të kohës që kanë pasur në dispozicion dhe ndoshta nuk jam mësuar me këtë shije, po ju garantoj që nuk kam konsumuar çokoladë, ëmbëlsira, akullore, shumë rrallë mund të kenë qenë. Janë të shumta zonjushat, zonjat që vinë që ton nuk kam kohë Nila, nuk kam kohë të vi të merrem me ty, me pajisjet e tua, me sugjerimet e tua. Ermal, kjo nuk kam kohë në fakt, jetojmë në një periudhë që nuk është siç ishim diku para viteve 90 kur orari i punës ishte një orar fiks dhe ti pjesën tjetër të ditës do ta menaxhoje të paktën. Edhe do ta menaxhoje, pavarësisht se në atë kohë ndoshta nuk ishin këto gjëra kaq të mira, por kryesisht anvisat e jugut kanë qenë pak më të zonjat për këto gjëra dhe jemi dakord me Edin që anvisat e jugut e gjenin kohën. Po, është e vërtet. Por sot në këtë kohë në fakt varet nga punë. Biznesi privat është i tmerrshëm. Është fat edhe ndoshta një fat i mirë dhe një fat i keq për atë që merret me biznes privat, sepse është i detyruar të jetë non-stop gjatë ditës në punë në fakt, por gjithsesi investimi për trupin tënd shikohet këtu. Në fund fare, nëse ti do të fitosh miliona dhe je ushqyer keq,
Jeta jote është e shkurtër, sa ere kemi diskutuar. Nuk është se ka ndonjë vlerë. Po pse gazboj un pak Anila Kalleshin, e shoh në sy dhe i them çdo provosh ti sot, por në fakt kur flitet në Tiranë për Reçel do thuhet patjetër emri i Edit se bën Dhe unë nuk do e provoj për ty, por do e provoj për Edit. Shudë, kjo ishte, ja. Pra si këtyre viteve sfidë. Sepse që në momentin ja dolëm, mbaron emisioni tani ja dolëm. Të shikosh sa bukur e ka serviru një herë, po gjëja që më pëlqen është që e ka serviru shumë pak. Jo ashtu siç e more ti. Kavanozi. Mos i tregon tani do t'i tregosh të gjitha. Ç'kjo hakmarrje televizive. Nuk është e vërtetë. Dhe unë që të lutem lëre që të duket e bukur ashtu se atë ngjyra është e bukur sa e ka marrë normalisht. Nuk është e vërtetë. Nuk është e vërtetë, po gënjen. Edi, kjo lidhje shumë e ngushtë dhe e suksesshme në Tiranë flitet për Reçelin tënd, Reçelin e tua, sepse ka shumë dashuri, unë e ndjeva, përveç se edhe përbërjeve që ka ndonjë sekret apo? E thatë përbërësi kryesor është dashuria. Dashuria. Unë përpiqem që atëherë, ne i marrim frutat e mira dhe perimet në maksimumin 1 ose 2 javë, pra ka një jetëgjatësi 2 javë, maksimumi 3. Dhe unë kam dëshirë që të kem frutin e pjeshkës apo të lule shtrydhes gjithë vitin. Ju do thoni që mund t'i blejmë edhe në dimër, po mua më pëlqen në momentin kur ato janë në kulmin e sezonit të tyre. Kështu që në një farë mënyrë, përveç se mund ta servirësh bukur, edhe nëse ju më lejoni më shumë kohë mund të them 2-3 gjëra më shumë. Do më thuash, ja çfarë ke sjellur ti e dashur sot? Unë kam sjell gliko fiku të egër. Që po shohim pak edhe në ekran, po e Edit është një term e bukur sa ajo e ekranit, gliko fiku të egër, që kishte një shije fantastike, unë ndjeva 1 milion herë. E të thash direkt Barbarozën dhe pak fare karafil, ndërsa këtu kam bërë një reçel, përgatitur një me zgjatimet e reja të bredhit. Kjo më duk mua tani, nuk e di, akoma nuk po e besoj. Ajo ka një shije, duhet t'jesh për guximtar. Si realizohet, ku t'ka shkuar mendja këto kombinimet? Shumica e recetave nuk janë receta që unë i kam shpikur. Pasi të shpikësh një recetë gatimi, kërkon eksperiencë. Por është gjetje, sigurisht që si autorja, po është gjetje ta realizosh. Mua më pëlqen që disa nga këto receta në një farë mënyrë t'i vë prekjen time, përveç dashurisë dhe pasionit, kam dëshirë që të shtoj ato erza që unë mendoj dhe kam lexuar dhe mendoj që i shkojnë këtij rasti. Për shembull në rastin e këtij reçeli që unë kam përgatitur me zgjatimet e bredhit, ai është një lloj bime, le të themi, që nuk ka shumë pektin dhe ka nevojë që ne t'i hedhim pektin. Dhe unë nuk doja t'i shtoja shumë sheqer dhe nuk doja t'i hidhja pektin. E kishe rastisur ndonjëherë të reçelën përpara? Dhe kam shtuar moll. Edhe moll? Kam shtuar pak moll që molla të bëjë lidhje. Edhe farat e mollës të coptuara e ndihmojnë. Jo tani se ajo i ka buzët me të kuq. Jo, prit, se më shau mua tha me garushte, nuk do minimaliste na e veta, unë dua tha. Po është një shkodrane, është një mistrece, e ka Tana i bën Shkodra, urdhëroj dashur, tani do t'japim verdiktin ton. Unë nuk kam provuar në jetën time këtë reçelin që po provoj tani. Është pak e çuditshëm, le të themi, duhet kërkon pak guxim, se mund të pëlqej, ose e do atë reçel ose nuk e do. Mua më pëlqen aroma e pishës që ajo ka. Dhe e vendosur mbi djath të pjekur, me pak fare susami, gjithashtu ka urdisur pak fare është shumë e mirë. Kur unë i them dikujt je e frikshme, e them në kontekstin e fjalës maksimale, e frikshme se si mund të dalë një gjë kaq e mirë. Faleminderit. Anila Kalleshi, jam në sfidë me ty, jam 10-0 për ty, se nuk e ke ide çfarë po provoj unë. Provoje. Ne shumë herë kemi frikë nga reçelerat, se mendojmë që kanë shumë sheqer. Zakonisht përdoret masa 1:1. Por faleminderit. Unë për zgjedh të përdor 2 masa fruta, raportin 2:1, pra 2 masë fruta me 1 raport sheqer. Dhe mundojmë që shumë herë të mos përdor vetëm sheqerin e bardhë, por pak sheqer të kuq. Të përdor gjithashtu shumë herë në recelat e mia ka dhe rrush të thatë. Pasi rushi i thatë shton dhe ëmbëlsirë ose unë shtoj dhe kanellë, që të ul pak sheqerin. Të thonë mikeshat, zonjat, zonjushat e tua që dashurohen me reçelin të bëftë të mirë. Shpëtoj është gjallë, shënoheni me titra, Anila Kalleshi është gjallë, provoj. Jo, vërtet ishte e mrekullueshme. Pas 20 viteve provon për herë të parë reçelin, faleminderit që më dhe ekskluzive. Unë falenderoj se krijoj besim tek unë. Faleminderit që thyer barierën. Jo, ajo u tregua shumë mirë. Por han shumë kohë. Dhe me që ishim të raporti sheqerit, do t'a ngatoj pak dhe Nilën. Janë mikeshat pak merakli, o bobo, kilet, o bobo. Gjëja e parë është pyetja që bëhet sa sheqer ka, dhe ti shpjegon se çfarë bën, pra që të mos jetë ajo e raporti 1:1 sa ishte frikshëm. Megjithatë, nëse do të konsumojmë një Facebook në fundjavë, të thekur, mundësisht integrale, vendos pak gjallë, po se jo,
vendos një fet moll jeshile dhe vendos një lugë. Pra nuk është që do të hysh me kavanoz dhe do të hash me lugë të madhe. Do të marrësh, është llogaritur që në një lugë gjelle reçel janë 2 lugë çaj sheqer. Okej. Ndërkohë, maksimumi Anila është këtu edhe për të shikuar nëse unë jam duke thënë gjën e drejtë. Me sa kam lexuar unë, maksimumi ditor që mund t'i lejohet një femre është 6 lugë çaj sheqer. Kështu që merrni kafen pa sheqer, bëjni gjërat e tjera dhe nëse hani atë bukën në mëngjes me kokë reçelit të jo, shumë kujdes. Nëse merrni pak reçel, do të merrni pastaj ose do ta shoqëroni me një çaj jeshil ose me një gotë me ujë me limon, pra edhe unë që i përgatis, nuk jam pak e kujdesshme kur i konsumoj. Por është mirë që i ke në shtëpi dhe mund t'i servirësh. Sa kemi folur ne bashkë për këto dietat që njerëzit gjejnë online apo për njerëz janë jo profesionistë dhe japin mend në ekran jo vetëm. A duhet ta shmangim për shembull një ëmbëlsirë në mënyrë kategorike apo në masë dhe në përgatitjen e duhur ne mund ta shijojmë me kënaqësi një reçel të Edit? Trupi ynë padyshim ka nevojë për energji dhe energjinë e marrim nga karbohidrati, nga sheqeri në forma të ndryshme. Në rastin e reçelerave ne kemi fruktozën e frutave fillimisht. Domethënë sheqeri i frutave është shumë i mirë për të konsumuar gjithmonë me karar. Dihet jo më shumë se 3 fruta në ditë që ne mund të konsumojmë. Dhe sasia e sheqerit që ne duhet të konsumojmë, kjo sasi merret nëpërmjet drithrave që ne konsumojmë, nëpërmjet frutave, nëpërmjet reçelerave. Por unë jam e sigurt që po të kishim një anvis në shtëpi secili, siç është Edi, do ishim shumë me fat. Do ishim shumë të mirë, sepse ne e shikojmë, Edi gatuan pafund ëmbëlsira dhe ka një trup perfekt. Kështu që do të thotë që nuk ka gabuar në këtë gjë. Thua shpesh me shaka, po më shikoni mua, ja si jam ylli. Jo, është e vërtetë. Se barometër ti e, për mashallah. Njerëzit që gatuajnë janë gjithmonë lëvizin, sepse ushqen. Dhe prandaj duhet edhe aty të jemi në formë të mirë fizike, me gatimet të shtëpisë, se kemi një energji që shpenzojmë, apo? Unë dua të kap diçka tjetër. Në fakt nuk dua të servir reçelin e Edit, sepse po t'ishte që këtu nga ky emision, Edi nuk do kishte më ku do rinte, sepse do ishte mbytur nga telefonata dua reçel. Do doja ndoshta të diskutoja pak a shumë për reçelin që na serviret nëpër dyqane. Pa dashur ndoshta edhe për të ngacmuar tregtarët. Nëse Edi po më thoshte, po e dëgjoja domethënë në mënyrën e sheqerit që nuk e vë në raport 1:1, po e vë disi pak më pak, e kamuflon edhe gjëra tjera në mënyrë që ato ëmbëlsirë mos ja japin në ekstrem shumë të madhe. Tek reçeli që na ofrohet në treg, kryesisht pjesa më e madhe është 60, 65, edhe 70% ndoshta mund të jetë sheqer. Dhe kjo është një sasi shumë e madhe. Por kur flasim për reçelin, tani un kam dhënë të kokrën vetëm edhe jam me ngopur deri në vitin 2021 deri kur të bëjmë 67, skuqe sa vite tjera. Por domethënë nuk është ka një shqetësim për reçelin që ne blejmë në siç e more ti me kavanoz, që ta konsumojnë të gjithë. Nami, si me kavanoz, unë vetëm një pikë provova, më nxori nami. E tha me garushte. O, dori ta mbyllëm, sepse ti nuk do e kishim si ta servirin këtu pastaj. Aq shumë të pëlqeu. Ajo është e pamundur, po. Dhe në rastin kur ne e kemi e marrim në dyqane, kuptohet që ka një shtësi sheqeri të tepërt. Përveç asaj, në qoftë se Edi bën një përzgjedhje fantastike të frutave, nuk e dim se çfarë frutash janë përdorur. Sepse për reçelera kuptohet përdoren fruta të kalbura, të mykura, me krimba, me kontroll, pa kontroll, domethënë kjo është Shqipëria jo, ne i dim pafund mënyra se si trajtojnë. Jo vetëm Shqipëria, në të gjithë botën ndodhin këto gjëra. Unë kam qenë edhe në Amerikë, edhe në Gjermani, edhe në Zvicër. Gjithandej problemet me ushqimin nuk kemi vetëm ne Shqipëria që kemi probleme. Ashtë çmimi ndonjëherë tregues që nuk po marrim diçka të shijshme, ti gjen një reçel 150 lekë, ndërkohë që ty sigurisht nuk të del ajo kosto, apo? Absolutisht. Patjetër që çmimi, marka, një firmë e njohur e cila përdor produkte të cilësisë mirë, patjetër që ndryshon nga një produkt tjetër i cili është një kavanoz, i vihet një etiketë të mëshme sipër që s'ka as përbërësit brenda, as kohën kur është prodhuar, as cilësinë e produktit që është përdorur brenda, pra janë një sër faktorësh. Kështu që përveç problemeve të sheqerit të tepër që kanë brenda dhe cilësisë së frutave brenda, ka pastaj konservant, aromatizues, gjëra të cilat janë të dëmshme. Ato i vën kryesisht për të rritur
jetëgjatësinë. Në fakt sheqeri në vetvete është një konservant më vete. Në momentin kur futet fruti brenda, duke pasur pektinën brenda dhe acidet e frutave, të gjitha së bashku bëjnë atë gelatinën që ne jemi mësuar ta bëjmë. Nëse një person e konsumon një fet buke, siç e thatë ju, me mollon, isha pak kundër ndoshta gjalpit, sepse përveç sheqerit të tepër, përveç se sheqerit tepër, marrim dhe yndyrë me origjinë shtazore, e cila për probleme, në rastin kur konsumohet një herë në javë nuk është absolutisht asnjë lloj gjëje. Dhe në rastin, po pikërisht. Dhe në rastin kur konsumohen, janë konsumime sporadike, nuk ndodh absolutisht asnjë gjë. Por në rastin kur bëhet një metodë, një mënyrë që të konsumohet çdo ditë, dhe ti ke një kavanoz të madh me reçele dhe e konsumon çdo ditë, nuk e kontrollon sasinë. Pastaj jemi gjithë në një mendje që sepse nëse ne shohim, domethënë zakonisht kur lyhet buka, ajo maksimumi është një lugë gjedhe që mund të kalohet lehtë. Them për mua që se konsumoj shumë reçelin, ndoshta. Dhe unë fizike e dina duhet ne. Tani zonjushat që na shohin nga ekrani u dashuruan. Po do bëjmë ne diçka të ngjashme me Edi dhe komplimente nëse do e bëni. Ko fizike sa na duhet? Atëherë pasi unë kthehem nga puna dhe ushqehet familja përsëri, sepse jemi kthyer në ambientin e shtëpisë, duam të konsumojmë diçka. Ju mama që gjithmonë me 1 milion punë sa ndej këtej. Kështu që gjatë kohës që unë bëj vrapin dhe rrugës për në shtëpi kam bërë blerjen e frutave, i vendos në ujë me sodë etj. Ja, këtu kemi në ekran disa nga ëmbëlsirat e tua, kështu që edhe mund të komentojmë, ishim duke parë dhe pak. Ajo është një ëmbëlsirë me arra. Me arra. Dhe me karamele, ajo është bërë për vit të ri. Këtu jemi prapë në atmosferën e festave, ku edhe përfshim japim një element social familjes. Mua më pëlqen që këtu ishte pastaj dashuri më vete. Cheesecake me gliko mandarine sipër. Fantastike. Ajo që unë po thoya ishte që kur kthehem nga puna, mundohem që ato fruta që kam të paktën të bëjmë 2 ose 3 kavanoza. Kështu që duke bërë punët edhe duke u kujdesur dhe për këtë. Pra nuk mundet, nuk kemi aq kohë që thjesht merremi vetëm me reçelin. Në fundin e ditës, mua ajo më merr varet nga lloji frutit, të paktën 2 ose 1 orë e gjysmë 2, sepse do kujdesesh që të zej me zjarr të ulët etj. Nëse janë fruta si lule shtrydhja për shembull, unë e para përgatis që në mëngjes ose e kam blerë që një ditë më përpara, i vendos në limon me pak mjalt, edhe kur kthehem nga puna në mbrëmje, mundohem që t'i zgjej. Ka disa kombinime që ty realisht të ka surprizuar, ke thënë wow. Cilat janë kombinimet që më i preferuari është reçeli i panxharit të sheqerit me bajame të pjekura. Ai është i papar. Dhe ai që nuk prisja unë është reçeli me qep të kuqe. I vendosur mbi djathë dhe mbi rosto të ftohtë. Më fal, reçel me qep të kuqe? Po, herën tjetër në emision? Jo. Po sot nuk isha. Pra, ishte i mirë se unë shumë herë them, kjo është si antibiotik, sepse merr edhe të gjitha cilësitë e mira që ka qepa, po edhe ëmbëlsohesh. Shumë gjetje fantastike fare. Okej, e vendosim tani, flasim kështu sy me Regjin, javën tjetër prapë provojmë reçelin. Reçelin qepës. Me qep kombinime që na duan, apo? Po, tashmë eksperimentet bëhen pa fund. Shikojmë edhe kuzhina që në serviren kohët e fundit, ku është shija e ëmbël edhe kripur së bashku, të krijuar dhe shkojnë shumë mirë. Kemi guxuarit se po diskutoja edhe para se të virit në studio kripën me një gjë të ëmbël, ka një kontrast që të ka rezultuar i suksesshëm? Po. Ne gjithmonë kemi konsumuar reçelin me djathë? Jo, unë s'm ka pëlqyer kurrë. Po kështu. Për shembull, unë kam bërë reçel me speca vjet. Reçel me spec të kuq, me spec jeshil dhe me pak spec djegës, dhe ishte i mrekullueshëm. Ç'na hape punën në emisionin. Është nga ato reçelera dënim, kur do dikë, i merr dhe i mbush i kavanos të. Ti ke dhurat nga Edi, merre. Mund ta hash më shumë. Më thonë nga regjia me petale trëndafili? Po, kam bërë dhe me petale trëndafili. Ajo është një delikatesë e madhe. Apo e shojmë tani? Është këtu. Ajo është një delikatesë e veçantë, kërkon pak më shumë kohë në përgatitje dhe në zjerje. Me petalet mbaj mend ato ujin që vendosnim shurupin. E bëj dhe atë shurupin. Ku kemi pirë ne se s'm do të reklama tani, po ne ja të rritën kështu jemi rritur tha me ujë me petale trëndafili. Edhe ja, duket. Ne shumë herë kemi frikë. Kemi frikë të guxojmë. Anila tha, duhet marrim kohë për veten. Të marrësh kohë për veten duhet kujdesesh së jashtëmi dhe së brendshmi për veten tënde. Pra mënyrën se si ti ushqesh, mënyrën se hidratohesh. Ne nuk i kushtojmë rëndësi hidratimit ton. Dhe padyshim, nëse bëjmë një lëng si ai
i famshëm që ne kemi pirë shurupin e trëndafil, mund ta vendosim dhe mbi lëkurë. Pra thjesht duhet jemi më afër me natyrën, edhe duhet ta kalojmë këtë traditë tek fëmijët, sepse kemi dëshirë që fëmijët tanë të jenë të parët në sport, të kenë medalje të mëdha të varin në qafë, edhe ne të krenohemi të themi ja ky është fëmia im. Ndërkohë është si ato kutitë e veglave ku edhe kujdesi për veten, edhe gatimi dhe ushqyerja e shëndetshme janë pjesë e kësaj gjëje. Kështu që përveç se kujdesemi për veten tonë, t'u japim dhe fëmijëve. Me rakun që do shkojmë tek produktet bio të përgatitura në shtëpi e hoqëm. Është domosdoshmëri, nisi Nila diskutimin, një trend quani si do doni. Ajo çfarë mua nuk më lë shihet mi në Tiranë është disa njerëz biznes ose jo që bëjnë këto gjëra kaq fantastike, që publiku i do dhe abuzojnë me çmimet. Jemi këtu pastaj në momentin kur ti një recel kaq fantastik ta ofrojmë një çmim maramendës vetëm për të menduar pa anën personale financiare. Abuzohet? Është pa drejt edhe abuzohet. Por njerëzit shumë herë nga mungesa e kohës e bëjnë këtë gjë. Unë do t'i inkurajoja zonjat. Mund të më thuash plus minus, nuk ka si problem. Sa mund shkonte ky receli janë servirur në këtë jenë kaq interesante, sa mund ishte kosto afërsisht, në kokë, po le të themi relative. Atëherë le të themi 350 lekë, maksimumi. Maksimumi. Ndërkohë që 350 lekë duke futur edhe kohën, duke futur edhe kohën e gjithçka, po maksimumi është 350 lekë. Unë do t'i inkurajoja dhe do t'i sfidoja zonjat që le ta provojnë për 1 orë gjysmë, një pasdite, të marrin një nga ato fruta që ju pëlqejnë dhe ta bëjnë një recel së bashku me fëmijët e tyre. Përveç kënaqësisë, është ekonomik. Dhe është erë e mirë, në një farë mënyrë, na pëlqejnë ato fotot, snapshots, ne bëjmë foto. Të bësh një recel është sikur ke bërë një snapshot nga natyra. Pra ti ke marr frutat dhe ke marr ato momente dhe janë të gjitha kujtime. Dhe shumë herë ne themi, "Ua, më vjen si era e byrekut që bënte gjyshja apo glikoja që bënte gjyshja." Është e lidhur, është një farë terapie, edhe gatimi së bashku. Edhe këto gjërat e bukura që ne krijojmë janë një farë terapie për cilën ne kemi nevojë. Besoj nuk mungojnë ushqime tradicionale të kuruara mina dhe me rakun tënë në dieta që ti jep. Se është perceptimi kur themi dietë nga Nila apo nga Ermali, pa përmendur emra o bobo, do han vetëm gjëra kështu, perime dhe kaq, ngjyra dhe kaq, fare. Unë edhe pse nuk është se i konsumoj shumë, nuk është se është një mëkat. Jo, nuk përjashtovaj recelin, por flas për edhe për produkte. Jo, edhe recelin e rekomandoj shumë shpesh si vakt mëngjesi. Kuptohet jo në abuzim, pra jo që ta konsumoj çdo ditë të javës. Mos më me prapë mua shembulltu se të lutem se gati e ke përgjigjen. Fare, jo. Për të pasur një regjim të shëndetshëm ushqimor, patjetër që duhet i larmishëm dhe i ndryshueshëm sa më shpesh. Kuptohet në ushqimet e procesuara, sheqerin e bardhë jam ekstremisht kundra për anët negative në fakt që përmban, por gjithsesi tek recetat që kam parë nga Edi, vërej që ka përdorur mjaltin si kamuflues të sheqerit. Patjetër që është shumë mirë dhe në recetat të tilla kuptoj që ne do marrim vlera, duke pasur mjaltin të përfshirë brenda. Kuptoj që ti merr vlera ushqyese, merr vlera antiinflamatore, antibakteriale, hidratante, merr vitamina dhe minerale esenciale. Por në procesin po dëgjoja me vëmendje edhe procesin e bërjes së saj. Se kemi bashkuar dy njerëz që e duan punën dhe prandaj po dëgjoni me dashuri njëra tjetrën. E çon sobën në maksimum dhe përpiqet të gatuaj sa më shpejt për të kaluar kohën. Në fakt në zjarr të avashët edhe vlerat ushqyese të luleshtrydheve apo produkteve që janë përdorur nuk është të shkatrohen. Do shkatrohen në një farë mënyrë shumë pak krahasuar me atë që në një temperaturë të lartë do ishte akoma më shkatrimtare ndoshta për vlerat ushqyese të saj. Pra mënyra si gatuhet është shumë e rëndësishme. Dhe mënyra si Nila, për shembull në mbrëmje nuk do të sugjeroje? Jo, edhe një mbasdite do të ishte shumë e mirë. Edhe për të marrë energji, qoftë edhe për ata që bëjnë sport, që kanë nevojë për një sasi të caktuar sheqeri, sepse sheqeri është ai që të jep energjinë. Patjetër që do të ishte përsërisht shumë e mirë. Vakt qoftë edhe paraditja, ne gjithmonë na kanë serviru për qerasje, zakonisht recelera. Ne mezi prisim të shkonin për vizitat, provonim një recel të shtëpia e Edit e Anilës, ka qenë koha që të vegjël donim të testonim recelin e komshijes të njerëzve që kemi gjatë. Faleminderit shumë. Edi, shumë kënaqësi të kisha në studio, më kënaqe pafund, do abuzoj prapa. Nila ka dhënë nuk kënaqet në asnjë vend tjetër përveç se kur është me mua, shkon në 1 milion televizione dhe programe, po më thuaj kush të sfidon kështu live. Asnjëri.
Të uroj shumë Marsi. Faleminderit Do ishte shumë. kënaqësi të të kisha sërish atë qelin me kënaqësi do qep, unë mezi po pres. Ta sjell me vetë herën tjetër. Çfarë do lloj bisede që të bëjmë, ai do jetë këtu i pranishëm. Mikeshat e emisionit të gjeni po ashtu në mediat sociale, nuk e quaj fare një promovim në ndrysni, por është e rëndësishme të promovohen njerëz që duan punën e tyre dhe na japin mesazhe të rëndësishme për jetën. Ne do të shkëputemi, por ju kujtoj që me njëherë pas publicitetit do ndjekim një insert shumë interesant për pjatat dekoruese. Do të merremi prapë me dashurinë brenda shtëpisë. Është Nina që dekoron pjatat, se si t'i jepni jetë pjatave të shtëpisë dhe pastaj rikthehemi në fund në Telequiz. Gjatë kohës së insertit të Ninës do të shikoni në ekran edhe strishën e telefonit që ju të merrni, të argëtoheni me siguri po më mbush mendja dhe po më dha lejen Edi, do t'ju japim këtë reçelin si një dhuratë për mbi të gjitha për të mbajtur afër shikuesit. Takohemi pas pak, faleminderit!